Përshëndetje dëgjues të Futural, jemi përsëri me podcastin e radhës dhe sigurisht që do kemi të ftuar tjetër me ide dhe mendime të ndryshme nga ato të parafolsve tanë. Fillimisht unë do përshëndes të ftuarin ton që është Kevin Jaku, i cili do ta bëj prezantimin e vetes në mënyrë shumë koncize, sepse dëshira jonë është të ndajmë eksperjenca dhe dëshira apo pritshmëri rreth asaj që është digjitale dhe shumë e nevojshme për jetën tonë. Kevin, faleminderit që u bëre pjesë e podcasteve tona. Faleminderit ju. Atëherë, Kevin Jaku, student komunikim marketing, me një eksperiencë për 10 vite pothuajse në marketing dhe në marrëdhënie publike. Pra, ti e kupton shumë mirë marketingun, edhe se çfarë do të thotë të gjesh mënyrën e duhur se si nëpërmjet marketingut të ndikosh në shoqëri apo jo. Po, zakonisht duke ndjek trende dhe duke u përshtatë me kohën. Si përshtatemi me kohën, Kevin? Kryesisht duke ndjek trendet, si kuptohet edhe marketingu, duke qenë se edhe vetë në marketing bëhet nga rrethë madhe që ndodh për shembull midis marketingut dhe reklamave. Marketingu është studimi i tregut, ndërkohë që pjesa më e madhe e njerëzve njeh marketingun duke ngatëruar me promocionet dhe me reklamat. Dhe këtu krijohet një dyshje midis personave që do punojnë në marketing, pra janë persona që do bëjnë studimet e tregut që nuk e njohin këtë pjesë, por njohin vetëm pjesën e reklamave dhe promocioneve. Ku ndodh ky ndryshimi? Domethënë, cili është ky triku që e bën këtë ngatresën e të rinjve dhe pastaj futemi në një vorbull tjetër? Po kryesisht me personat që duan të futen kësaj pune, le të themi, që mendojnë që nga që dinë në social media të përdor Instagramin, TikTokun dhe Facebookun shumë mirë, mendojnë që mund të punojnë shumë mirë në marketing ose në reklama. A bëhet kjo? Domethënë, ne shohim shumë të rinj, Kevin, që kanë filluar që ta përdorin shumë rrjetin social si një mënyrë për të tani unë nuk e di nëse po e them siç duhet, sepse ti do të korrigjosh, bëjnë marketing apo çfarë? Po shiko, ka edhe shumë problematika për të që bëjnë marketing, sepse nëse do të marrim rastin e shitjeve. Pjesa më e madhe është shitje pas shitje pas shitje pas shitje, domethënë që ti e blen këtë, ti je shef në një dyqan, po them një palë syze dhe ti kontakto këtë dyqan dhe i thuaj që shikon kam një faqe Instagram dhe unë shes. Pra domethënë ti thjesht po i bie çik më gjatë për të bler njëjtin produkt, kjo është ideja. E kuptoj. Kjo është një mënyrë që janë punësuar shumë njerëz dhe nëpërmjet tyre kanë dalë shumë mashtrime që dhe humbin besimin pastaj te blerit të ndajnë që dalin problematika të tjera me kohën. Pra ti po thuaj që jo gjithçka që reklamohet është e sigurt dhe është e besueshme apo jo? Absolutisht, po të them. A ka ndonjë kështu mënyrë për ta dalluar nga njerëzit amator, për shembull si puna ime, ku ndryshon, si ta kuptoj dikush që ajo faqe që është duke kontaktuar ose ky influencer që po reklamon diçka, po e bën me produktin e duhur apo t'ja lëm në dorë rastësisë edhe fatit. Po zakonisht shiko, domethënë çdo biznes që është i licencuar, që është biznes edhe fizik, ndryshon nga ai që vetëm një shitës ndajnë në seri shitës, nga këta që blejnë dhe qesin në fund. Po, ideja është një dyqan që është fizik, ti e ke lokacionin se kryesisht të fusin në bio të Instagramit, po themi, dhe ti e din se ku ndodh dyqani, pra domethënë ti ke akses direkt që të shkosh ta shohësh aty vetë. Por edhe që ta blesh ndajnë, të kesh besim, domethënë një dyqan mund të ketë një faqe website që ka të mirë fill faqe website, jo thjesht një faqe për të bërë trashigje një transakcion. Ke të dhënat e produktit, ke shumë ke origjinën, ke pra ke një informacion më të detajuar, pra ti mund ta çekosh. E kuptoj. Në fakt, ajo që kemi vënë së tepërmi është që pothuajse këta të rinj të cilët ndjekin tendenca të ndryshme,
fillojnë edhe japin këshilla apo futen në këtë botën e marketingut digjital. Po ti çfarë këshille do t'i jepje dikujt që ta bënte atë në mënyrë profesionale? Pra, se ndonjëherë, për shembull nga ajo që ne kemi parë, duke nisur si diçka personale, pra në aspektin profesional, fillon edhe derivon në një çështje tjetër ku humbasin këto limitet dhe kufijt profesional dhe fillon një reklamim tjetër që është përveç përtej asaj. Pra, a ka ndonjë këshill, a ke ti një këshill efektive për këtë gjë? Shiko, problematika dalin sepse këto futen do influencerat dhe këta janë persona që të influencojnë ty që të blesh një produkt. Por nëse do marrim disa produkte si kremrat për shembull, që kremrat i blejnë shpesh dhe i blejnë shpesh online. Ideja është ndjekin disa influencerë që thonë që unë kam përdorur këtë produkt dhe më ka dhënë shumë mirë. Në fakt duhet ndjekësh një dermatolog që ta rekomandon sepse ka këto specifika këtë produkt. Mos më ra, s'po them më ra pare, po mos më udhën shumë mas një personi që thotë që shiko se ky produkt është i mirë se ndoli më i mirë, ndërkohë që një dermatolog mund ta hedhë poshtë këtë që sapo. Mendon që është shumë e fortë ose është shumë i fortë impakti i influencers më shumë se sa dermatologut sot në Shqipëri? Ose jo vetëm në Shqipëri, po kryesisht edhe në botë, se po të shikojmë ka shumë influencer që e thash edhe pak më herët që duke dashur që të kenë klikime edhe të bëhen aktiv, prap të shesin atë që ata mendojnë se është e duhura, fillojnë edhe i humbasin limitet. Absolutisht, të rastet më të mira për të marrin për shembull atletet Nike Air Jordan. Është basketbollisti që ka bërë reklamën e atletës vet që ka shite më të mirë të atletës Nike. Ose po të marrim influencerat femra që janë të njohura në showbiz, prapë ato kanë secila kompanitë e veta të produkteve që kanë shitje marramense. Kështu që do të thonë dermatologët këtu i ka ra komplet autoriteti. E kuptoj. Po, sepse kjo është edhe ajo që diskutuam, që kjo ka ardhur edhe nëpërmjet mënyrës se si janë ndërtuar rrjetet sociale sot edhe se si po nuk po përfshihet aspekti social edhe psikologjik ose edhe fizik, se po dëmtohen edhe fizikisht të rinj nga këshillat që marrin nga influencer, po jo vetëm. Pra, ka humbur, si mendon, ka humbur interesi për këto çështjet sociale dhe po shihen gjërat vetëm për qëllime komerciale apo shiko, ka shumë raste sociale që shpërndahen në media, po ideja është që thjesht kur ngrin person, domethënë kur ngrin zonin të persona si influencer, atëherë bëhen realisht masive, siç është ose si problematika, ose që ti e kupton që kjo është një problematikë e madhe sociale. Ndërkohë që nëse në fakt isha duke pa një lajm në vitin 2020 ka ndodhur një shpërthim shumë i madh në Liban. Edhe të gjitha komentet ishin që si ka mundësi që unë nuk e di për këtë. Dhe si pra domethënë ka nga shpërthimet më të mëdha të historisë së njerëzimit për shpërtimet jo nukleare. Që është shkatur komplet qyteti i Beirutit, edhe komentet ishin të gjitha po kur ndodhi kjo, si ka mundësi, pse nuk e di, pse nuk është thonë mediatike, pra domethënë që duhet të jetë, domethënë një problematikë shumë e madhe të lançohet nga pyetja ime, pse i ke je pjesë e fushës së marketingut. Pse ka ndodhur në këtë mënyrë? Se themi pse për këtë rastin, po përgjithsisht edhe për rastet e tjera. Mos jemi ne të imponuar në atë që shohim dhe dëgjojmë nga tendencat e kompanive, për shembull janë ato që shikojnë interesin ton dhe pastaj na bombardojnë me reklama edhe të dhëna vetëm për ato. Kështu ka qenë, ato na kanë drejtu po ta marrin nga ky aspekt, sepse ato kanë komplet audiencë, ato kanë audiencë masive dhe vetë ata do ndjekin. Nuk është se po çohon tash do të ngrinit problematikë sociale dhe u bë, jo, sepse unë nuk do të kem mbështetje. Unë nuk do të kem koment, nuk do të kem like, nuk do të kem share, sepse unë nuk kam audiencë në atyre. E kuptoj. Pra ti po thuaj që tashmë është një mekanizëm i ndërtuar edhe është pak e vështirë të luftosh me mullin të erës. Është shumë e vështirë, për shembull. Në Amerikë ka pas raste që për një influencer
nuk ka ra dakord me një kompani që t'i bërë një reklam ose një diçka tjetër, sepse nuk i ka pëlqyer çmimi i kompanisë për të paguar influencerin. Dhe influenceri del do thotë shiko mos e bëni këtë produkt që është i keq, dhe bien në gjyq me njëri tjetrin sepse influenceri do ta thotë këtë, tashi këtij produkti ose biznesi. E kuptoj. Sepse dëmton biznesin. Pra është një mekanizëm tashmë i ndërtuar. Kevin, po marrëdhënia jote si është me rrjetet sociale? Më jam përdorues pasivi gjitha rrjeteve sociale, Facebookun e përdor kryesisht për të marrë këto informacione që ndjek të lajmet, përditshme, Instagramin që shikoj çfarë po ndodh në botë, çfarë po ndodh në Shqipëri, ku iku filhari, çfarë story postoj, do ta shohim. LinkedIn po fix, LinkedInin që e kam rrjetin më aktiv në fakt. Që e përdor më shumë sepse është më profesional. Ai është fix profesionali që seriozisht më jep mundësi. Edhe nga shumë mundësi që postoj LinkedIn një ndjek edhe më ka del mirë, le të themi. Kuptoj. Ja hasur ndonjëherë me ndikime negative, me komente negative, me njerëz që pasi ti ke shpërndar diçka të kanë shkruar një mesazh me tendencën për të ofenduar ose për të bërë të ndihesh keq, ose nuk e di, diçka që ty të ka bërë të ndihesh keq në momentin që të ka ardhur si mesazh. Shumë rrallë, sepse nuk është ndërvepër, thjesht një përdorues, jo të kanë qenë ndërvepër masivisht me audienca të tilla. Po të marrim për shembull shokët e Facebookut, friendsat aty janë këtu se gjithë persona të njohur që unë i njoh në jetën reale. Po të marrim të Instagramit, janë po të se gjithë persona që unë i njoh në jetën reale. Po të marrim LinkedIn janë, unë kam një audiencë shumë në gjërë në fakt, po ideja është që gjithë janë profesional, nuk janë me qëllimin që a dëmtoj, janë gjithë aty për biznes, për një qëllim caktuar, për një partneritet, dhe ideja është që kur je për këtë arsye ti nuk është se do krijosh mosmarrëveshje ose që të ofendosh njerëz të tjerë. E kuptoj. Këto raste janë shumë të rralla për mua. Rastin e fundit që e marrëm ka qenë para 2 vitesh, kështu që po, si mendon, si është marrëdhënia e ofenduesve me vajzat? Ja, problematikë shumë e madhe. Që mendoj, po ideja është që zakonisht këta persona që ofendojnë kanë akses, përderisa kanë akses se të bëjnë një mesazh, që të shohin një diçka private të tënë, domethënë që problemi fillon këtu, mos i jep shumë hapësirë tjetrit, që është një privatësi më shumë për rrjetet sociale dhe tjetër një panjur mos ta ketë mundësinë që as mos bëjë një stalking ose të kontaktojë për thjerë. Domethënë që të ketë disa filtra, disa hapa që të lodhet, themi që të vijë drejt të tij. Pra ti mendon që kjo ndodh me ata persona që i japin hapësirë atij tjetrit që të futet në jetën e vet? Absolutisht po, sepse rrjetet sociale këtë janë. Jene një rrjet social, ti poston dhe keni profil të hapur publik, dhe absolutisht dikush ti mund të komentojë kollaj një foto tënde, një postim, një reel, pra domethënë qasja është shumë e hapur, domethënë ka akses për ta bërë këtë punë. Po pse janë vajzat më të sulmuara në këtë pjesë? Sepse ato refuzojnë më shumë. Është çështje refuzimi dhe egoje të djemve dhe burrave për të marrë refuzimin mbrapsht. Kevin, ke ndonjë metodë ti që do t'ja u sugjeroje të rinjve të tjerë që rrjetet sociale po dhe adresat e tjera të përdoren në mënyrë profesionale? Sepse është më safe, i ndihmon më tepër dhe ndoshta mbrohen nga këto sulmet kibernetike që duken të padukshme, por efektet i kanë shumë të mëdha. Një diçka që seriozisht unë e sugjeroj, por që nuk është se e kam zbatuar për vete. Vetë komplet kompani, për shembull, po të marrim Google-in që ti ke për thap një tab në Google Chrome, ti ke për të logu aty. Dhe për të logu në Facebook ti prap të bën sign in me Google. Instagram e pashtu, gjitha rrjetet paka shumë i bën sign in me Google, dhe passwordi jo të ruhet në Google. Që është një akses më shpejt sepse ti nuk ke nevojë që shtypësh passwordin sa herë që dush të futesh në Facebook ose në adresa të tjera. Po ideja është që ti jep Google akses për shumë gjëra. Komplet informacionet, gjithë aktivitetet, gjithë historiku jot të ruhet në Google. Edhe plus në gjëra që do kërkosh vetë në Google, në YouTube, në çdo faqe që jap prap ruhet. Edhe kjo përdoret në dhënat. Kjo është një mënyrë për të marrë dhënat.
Qa sugjeroj unë? Që të bëhet shpesh clear kashe, clear data, passwordet mos ruhen më mirë, mënyra më e mirë është të bëhet si dikur që të një fletë dhe të më mirë më në kështu. Notifications off, sepse duke e lënë hapur ti merr njoftime edhe për gjëra që nuk të duhen fare, që komentoj X-it e posti Y-it, domethënë del jashtë thjesht din diçka që të hakohen, po vetëm marrë zonat, sepse ti nëse hap ti e prap akses më shumë Facebook që të shkojë të zonat. Në YouTube përdoret playlist private që prap YouTube-i mos të japet ty ato kontentin e përhershëm që ty të vazhdon dhe të ushqen me diçka që ti pëlqen. Dhe është si thosh, më pëlqen baklava, tash baklava për ditë. Në LinkedIn-in, duke qenë se është një profesional, unë e sugjeroj që të jetë i hapur gjithmonë, sepse kështu ke një audiencë më gjatë që mund të të kontaktoj ty për mundësi jetë. LinkedIn është një aplikacion që të jep mundësi jetë. Si më fal, nuk të ngjova. Interesi është në LinkedIn është që ti të kontaktosh sa më shumë njerëz dhe fakti që është profesional e ruan një lloj sigurie dhe etike. Por jo gjithmonë, ideja është që ti mund ta shmangësh, sepse edhe LinkedIn-in e një farë vjetë më duket kur bën më shumë si dating app, se që gjithë ngritën si problematik, a jam në LinkedIn apo jam në Tinder, se nuk e kuptosh ato. Pasi ke mundësi vetë që ti mund ta shmangësh një koment, një mesazh, një diçka tjetër, do janë para shumë. Ajo që thua ti është që varet se sa hapësirë japim në tjetrit për të ndikuar edhe për të pasur akses në atë që është e jona, pra duhem ta mbajmë tonën. Kevin, unë nuk e di nëse ke diçka tjetër për të shtuar, se ne folëm paraprakisht përpara se të ndodhte podcasti dhe tham 10 minuta, 15 minuta janë shumë. Por ndërkohë vazhdo, nuk e mbyllim asnjëherë. Kaluar kohën edhe ta thash që do të kaloj shumë shpejt sa ti nuk do ta kuptosh. Nëse ke një mesazh apo diçka që ti do ta thuash, je i lirë ta bësh sepse jemi në fund të podcastit ton. Atëherë, unë kam thjesht një mesazh që përdorni aplikacionet dhe rrjetet sociale vetëm për interesat e tuaja personale si vegla, jo për tu identifikuar nëpërmjet tyre. Ky është qëllimi i këtyre aplikacioneve që janë ndërtu, le të themi qëllimi i parë. Janë ndërtu si vegla për të përdorur për një arsye të caktuar, kështu le të përdorim për këtë punë, pa i dhënë shumë, më mirë ti marrim se sa ti japim. Rrjetet sociale të na përdorim, po ti përdorim ato sepse ato funksion kanë. Kevin, shumë faleminderit. Unë që të gjithë të rinjt që ndjekin Futuralin edhe kanë kuriozitet për podcastet tona, do kënaqem po kaq sa unë dhe do kenë marrë sigurisht informacionet e duhura. Të falenderoj shumë.